Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju uroj një ditë të mbarë, të bukur, të mbarsur me dëshira dhe realizime të tyre. Natyrisht mëngjesi është intensiv, por aktivizimi në çdo element të tij na bën më optimist për mbërritjen në stacionet tona të dashura. Sot unë në studio jam së bashku me një skuadër frymëzuese. Një mësuese e dashur ditë trokas në ndjesit më të bukura të nxënësve të saj, të tij. Natyrisht duke hedhur vështrime në ato anë të cilat janë të ndriçuara bukur dhe që i nxisin për të realizuar hapa të tjerë ende më të bukur. E tillë është mësuesja Ermira Hoxha e shkollës 9 vjeçare Ismail Qemali, e cila i ftoi nxënësit e saj si një mësuese, si një edukatore, si një grua me zemër të madhe e si një nënë në shkollë. Të trokasin në ato ecuri të tyre tani që po e mbyllin ciklin 9 vjeçar të shkollës. Në atë ecuri dhe hapa që i bën të rriten në këtë shkollë, që lanë kujtime dhe mbresa të pashlyeshme, në ata ngjarje, situata, projekte që ata kanë realizuar dhe ato vlera me të cilat janë pajisur. Sot ajo ka ardhur në studio. Natyrisht nga numri kufizuar i vendeve në këtë studio, ajo mund të vinte me një ushtri nxënësish, por siç duket ato kanë zgjedhur njëri tjetrin për të ardhur si përfaqësi e atyre që kanë marrë pjesë në këtë projekt të bukur në librin e kujtimeve të tyre. Në këtë studio, bashkë me mësuese Ermirën, janë Bora Bala. Mirëmëngjes Bora, mirë se erdhe. Është një djalë shumë i njohur dhe i mirënjohur, i cili me talentin e tij ka nderuar çdo kënd, por edhe shkollën Ismail Qemali, Klevi Kapeta. Mirëmëngjes. Këtu pranë meje është Reina Roji, e cila ka historinë e saj shumë të ndritur në këtë shkollë. Është kështu apo jo? Rej Dizdari qëndron gati për të shpalosur dhe shfletuar librin e tij të kujtimeve të bukur. Patjetër. Kjo vajza këtu quhet Uendi Shefkiu. Ka ardhur me gjithë dashurinë e saj të madhe për shkollën. Nuk e di nëse do ta shfletoj gjithë librin e kujtimeve, është e pamundur apo jo Uendi? Është Rubin Kastrati. Mirëmëngjesi. Tashmë duket pak më i burruar, apo jo? Sepse kam rritur në klasën e 9 dhe po e përmbyll këtë cikël, ndjesh i gëzuar apo me emocione? I gëzuar për kujtimet që kam kaluar deri tani. Ka qenë një rrugtim shumë i bukur, plot emocione, pra ka qenë një ndjesi shumë e bukur. Por edhe pak emocionuar sepse është fundi, pra është një ndryshim i rrethit dhe do ta kujtoj gjithmonë këtë shoqëri, këtë rrugtim, pra. Po ke edhe një zë shumë të bukur, mikrofonik, unë sapo të zbulova. Edhe këtu e djalë me bluzë të bardhë që qëndron për momentin e heshtur, por që më pas natyrisht do ta shpalos veten, është Erlis Mataj. Mirëmëngjes Erlis dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Erdhe me dëshirë për të shpalosur diçka nga vetja apo jo? Po. Ke shumë gjëra për të thënë? Ndoshta vetëm një pjesë e tyre munden, por gjithsesi janë më pikante. Zysh Ermira, besoj se ndjeheni mirë me këtë skuadër. Sa bukur e hap emisioni zonja Merita me mirëmëngjes në Shkodër. Kënaqja të e pa si sigël. Faleminderit. Është gjëja më e bukur që mund t'tingëllojmë, sidomos në qytetin tonë. Po natyrisht e pjesë e kësaj nadje shkodrane, këtij mëngjesi janë të gjithë njerëzit, dhe ato vinë her pas here, ju jeni pjesë e tyre. Kjo është
e mrekullueshme. Ju jam falenderuese ndaj fjalëve të ëmbla të bukura sepse janë të mirëqëna ndoshta, se qenë të mirëqëna të figura e mësuesit, qoftë figura e një prindi, mësuesit patjetër që duhet jetë, e një prindi, e një edukator, një përçuesi dijes, një misionari, nuk do ta bënte këtë. Respekt përfund për ju, edhe për figurën e mësuesit. Besoj se është një figurë madhore dhe kjo është e vërtetuar, nuk është thjesht ta them unë, por sa të që të kalojnë vitet, mësuesi mbetet aty. Doja me çdo kush që edhe faleminderit për ftesën, sepse ishte një ftesë e veçantë për mua, përsëri, sepse ju jam falënderuese ndaj këtyre fëmijëve, bashkëpunimit. Është figura juaj, mundi juaj i përditshëm. Patjetër, por edhe bashkëpunimi shumë i afërt me këta fëmijë. Jo me kot në atë projekt të përmbylles, unë para prindërve, para të ftuarve që ishim atje, unë e thash, kam ndryshuar pak para këtij brezi. Nga ecuria shumë e gjatë e punës, nga viti në vit, e kam ndryshuar shumë, sidomos me këtë brej, sepse këto japin shumë, kam dhënë shumë dashuri. Edhe kërkoja me çdo kush që në këtë cikël përmbylles të shkollës së tyre 9-vjeçare ta keni në vëmendje ose ta keni në jetën e tyre të promovuar diçka shumë bukur. Sa gjë e bukur. Është besoj se është një vlerë që ata marrin me vete. Sado që të rriten, sado që të shkollohen, të marrin titull shkencor. Në radhë të parë, aty është ai brubi që e formson edhe tenton, edhe besoj se ja arrin të shkruaj në ecurinë e tyre fjalën njeri. Sado Unë ndje me fat sepse mu më kanë përmbyll me një lejtë shumë veçantë këta. Falenderuese që më kanë barazuar ndoshta me ndjesitë një nënë edhe në shtëpi. Edhe a di që kam lexuar letrën, unë vetëm kam parë lotet. A e keni letrën këtu? Po patjetër, e kam lexuar edhe para prindërve sepse ato ishte diçka e re për ta, por diçka jo re, por krijimtari e fëmijëve tyre. Po. Edhe po dion ato letra unë i ruaj. Nga periulla në periull, nga brezi në brez. Po thuaj se çdo brez nga një përcjellin nga një letër. Unë kam albumin tim, këto kanë albumin e tyre. Prandaj një me fat sepse futen me jetën e tyre, dashur pa dashur, jeta fëminore është libër me vete. Kur ju e lançuat këtë projekt, libri i kujtimeve, çfarë ndjej tek nxënësit tuaj? Si e pritën? Faktikisht e holla që në fillim vitit, u kërku që paraqitnim ndoshta edhe tema të tjera. Tema e parë që ishte kjo, që dhash idenë unë, por bashkëpunimi me këta më bërit mujtën që vetëm kjo temë do ta shkruan tabelë, do triumfonte. Se i pëlqen. Si u vjet kur Zysha ajo tha, zgjidhni nga temat dhe duhet ta realizojmë. Është një punë një vjeçare. Po? Ishte një temë e cila nuk na kishte shkuar në mend, po prapse e pa me direkt u drejtuam për këtë temë, si më thanë, kujtimet e 9-vjeçares, ku ishim të rimenua dhe i herë të 9 vite, so shpejt kanë kaluar dhe duhet me do mos me ba një album ose një libër për fundim. Kur rrugtimi është i bukur, gjithmonë të duket sikur kaloj shpejt. Apo jo? Edhe më pas çfarë ndjet u organizuan me njëherë nxënësit? Po patjetër, u ndamën grupe, morën secili atë, sepse kalon nga ora në orë, nga 3 mujor në 3 mujor, kalojnë fazat njëra pas tjetrës, dhe ne piketojmë ose më mirë me thënë japim idetë edhe atë çfarë do të realizohet në këtë orë përpara. Edhe ndajmë grupet e punës, patjetër që këto përqafuan me njëherë, sepse unë e vetëvendova ndoshta edhe pjesë e talenteve që unë ndoshta vitet e tjera nuk i kam zbulu, po këtë vit u zbulun edhe pjesa e talentit, shpirti i talentit të çdo fëmijë, të çdo nxënës. Ky është ai rrugtim që kilometrat e veta dhe gurët e kilometrazhit, të cilët tregojnë rritjen tuaj. Si punuat? Si i shpaloset? Besoj se kishit shumë ide. Po. Po, Reina.
Kena pas shumë ide si cili ka hasë ditë e veta. Ideja parë në fakt që në ka ardhë në mendje, ka kënë ideja për me ba një album me fotografi nga fillorja në 9 vjeçare, ku përveç se tregojmë të gjitha vitet fotot tona, tregojmë edhe zhvillimin, rritjen tonë gjatë këtyre viteve. Fitoj kjo ide apo u modifikua rrugës Wendy? Fitoj, ja? Një ide shumë e bukur dhe tregon të dhe rritjen tonë. Po kush e di se cili prej jush sillte 10, 20, e më shumë foto, do t'ishte një album super i madh, apo jo Rej? Po, edhe majmën që edhe një është shumë foto njësi që nga bëvot edhe telefoni prej Duke qenë brezi i teknologjisë, sepse teknologjia mori një zhvillim shumë të madh, sidomos në klasë 6, domethënë para 4 viteve, pati një zhvillim shumë të madh teknologjia. Edhe këto përqafuan aq shpejt sa filluam pastaj të bëjmë edhe finalizimin e shumë gjërave pozitive që mund të marrim nga interneti, nga Bora vendosët një prioritet për këto foto, apo i la të gjithë të lirë që të jepni nga 20, 30, 10, 50 foto? Ishte secili sipas dëshirës vet, disa nga nishin foto nga 9 vjeçare, disa nga fillorja. Të pa fotot nga fillorja thoshim, o shive sot vegjit kena kënë, sa kena ndryshu. Ishte emocion i bukur. Njëjtën kohë po tregoj edhe kontributin tem këtë projekt, i cili ka qenë realizimi i trenit, i të qeshrave dhe kujtimeve, që prezanton. E kemi edhe një insert të regjia, besoj, është diçka shumë e bukur, ju këtu jeni duke prezantuar projektin, apo jo? Dhe keni pasur shumë të pranishëm, mes të cilëve Po, prindrit, të gjithë nga klasat edhe zyshat, drejtoresha dhe në drejtoresha, ishte një... Ja, kjo e treni, apo jo? Po. Tregon klasën në E, dhe nga fillimi që nga para E, ku çdo vagon tregon një kujtim bukur. Pas kanë qenë vagonët, nga një polifoto për çdo vit, a? Po, mund ta shohim nga fotot që klasa ka gjithmonë është shujt klasa aktiviteteve. Kena pas shumë qef, mu marë në çdo lloj projekti, aktiviteti, edhe për qef, por edhe në olimpiada kena marrë pjesë, në projekte, prezantime, gjithmonë e kena pas dëshirën e mirë që me dal një projekt i bukur. Bravo, shumë bukur. Erlis, besoj se ke marrë pjesë në shumë prej këtyre aktiviteteve. Mendon diçka që të ka spikatur? Një nër aktivitetet, një nër realizimet që unë bëra ishte realizimi videos. Po? Cila bëm një video prezantim për secilin për nxënësve. Ne keni tropitur në Djali është në rolin e në prirjen e prirje. Biles mu ma lanë pak surprizë. Idenë e marrjes në intervistë mësueses kujdestare dhe disa mësuesve tjerë, Erlisi kishte bërë një të mujtur shkrimin me titra që mu duk diçka shumë e vlerë të një moshë 15 vjeçare. Unë regjisi kam thënë për ta vendosur fjalëve që ne kishim folë. Unë regjisi kam thënë për ta vendosur në fund, po tashti Erlisi si regjisor na drejtoi që këtë material ta vendosim të parin aty ku fëmijët, ja, kjo është. Është kjo? Po. Pjesa fotove ishte një kujtim, një ngjall nostalgjin, veç duke pa secilin si kemi ndryshuar. Albi Bushe. Ja. Sipas listës. Përshëndetje from Veri Sengani, për pasion që e vogël kam pasur notin, e shoh veten me stomatologe. Më shumë bëra bolla dhe klasën teme ka nevojë për një artiste si puna jam. Bora, jeti këtu. Dhe kam qef të praktikoj sa herë duhet të bëj. Kam qëllim që në të ardhmen të vazhdoj për arkitekturën e degën interior design. Përshëndetje, unë jam Bora, që vogël kam pasur dëshirë leximin dhe eksplorimin e natyrës. Më pëlqen të njoh më shumë botën që më rrethon dhe më pëlqen të futem në fantazinë e librave.
Pas 10 vitesh e shoh veten në fushën e mjekësisë, pasi më pëlqen shumë të ndihmoj njerëzit. Përshëndetje, unë jam Gigi, është jena në klasë 9 edhe rolin funi i kësaj aventure që na poshtë 5 vjet. Kur kam qenë i vogël, pa pëlqyer futbolli, jam marrë me futboll dhe me natë. Dhe i gjatë mund vis ka bërë çfarë se ka lumja. Unë quhem Exoni, jam një nxënës i klasës së 9 që i vogël kam pasur një kuriozitet të madh për botën, më pëlqejnë teknologjia dhe lojrat. Ata nuk ishin thjesht një gëtim për mua, por një mënyrë për të mësuar më shumë. Synimi im është që të zhvilloj në një profesion që më pëlqen më shumë. Unë jam Anisa, një vajzë me enda të mëdha. Në kohën e lirë më pëlqen të gatuaj ose të kërcej, pasi këto më tregojnë kreativitetin. Një nga vendet e mia më të mëdha është të studioj për mjekësi, sepse dua që të ndihmoj njerëzit edhe t'ja ndryshoj jetën. Përshëndetje, jam Enis Meloti, një djalë shumë pozitiv. Që i vogël kam pasur pasion futbollin, gjithashtu jam një nxënës i mirë. Një nga vendet e mia më të mëdha është të vazhdoj shkollën e lartë për inxhinieri, sepse duhet të bëj një vend më të mirë. Unë quhem Enca Perdja, pasioni janë artet dhe sportet. Unë këtë pasion e zhvilloj që në moshën 8 vjeçare. Pas 10 viteve e shoh veten në një të ardhme të mirë duke e zhvilluar pasionin tim. Unë jam Erki, gjithmonë me të pëlqyer futbolli dhe më pëlqen të eksploroj vete të ndryshme. Përshëndetje, jam Alex Matari. Pasioni im është të analizoj artin, por si kryesore është regjizimi dhe pikturë skulptura. Në kohën time të lirë merrem me artin digital 3D. Përshëndetje, unë quhem Gleda, jam një nxënëse e klasës së 9, që në fëmijëri kam pasur pasion artin dhe më pëlqen të shpreh idetë e mia nëpërmjet vizatimeve. Në të ardhmen e shoh veten duke u marrë me arkitekturë, sepse mendoj se është një fushë që bashkon artin dhe funksionalitetin dhe dua që t'i shërbej shoqërisë. Përshëndetje, unë jam Jusra, një vajzë në klasën e 9E. Në kohën time të lirë më pëlqen me provu gjëra të reja, me eksploru gjëra të reja dhe më e preferuara jeme është me vë sa më shumë udhëtime që e adhuroj shumë. Mbas 10 vjetëve tani shohim veten me një plan ose me një ëmbël, po jam jashtë pas zbulume. Përshëndetje, unë jam Kevin. Tani jemi në klasë të 9, ku të gjithë vjen ndatë timet tona. Unë që e vogël kam pasur pasion basketbollin, unë akoma ndjek këtë pasion. Unë gjithashtu kam marrë pjesë në shumë kurse, si kuzhinë, aktrim edhe pikturë. Kam marrë pjesë edhe në shumë vjet, 6 vjet. Veten mbas 10 vjetëve shaf të ndjek pasionet e mia. Përshëndetje, unë quhem Klin Kapeta dhe që i vogël pasioni im ka qenë kënga, një pasion cilin e praktikoj dhe sot. Ëndrrej më shmikësia për shkak se duhet të ndihmoj njerëzit që kanë nevojë. Kjo nuk do të thotë se në të ardhmen nuk çoj pacientat e mi me zërin tim. Përshëndetje, unë jam Redona, nxënëse e klasës 9E. Unë që e vogël kam pas shef të luaj volejboll dhe e kam vazhduar si sport. Pas 10 vitesh e shikoj veten si infermiere, duke ndihmuar njerëzit në nevojë. Përshëndetje! Unë jam regjistari. Jam një tip social, pak introvert, pasionet e mia janë me eksploroj natyren, me pikturu, edhe pasioni kryesor është me akturu. Unë gjithashtu jam në kohën time të tjerë një punëtar në qytetin e Shkodrës. Pas 10 vjetë shonesha veten në botën e artit. Shkemi, unë jam Sara. Më pëlqen me balltime, më pëlqen me pikturu, më pëlqen arti. Para shumë kohë jam marrë me atletik, por për shkak të një incidenti, pas dash me menaxhu. Unë jam Selma Kuve, jam klasën e 9E dhe kam pasion aktrimin. Unë quhem Zerdina Kasemi, jetoj në Shkodër dhe pasioni im është piktura, kam zhvilluar çështmoshjen 6 vjeçare. Pas 10 vitesh e shikoj veten me një të ardhme të mirë në Tiranë duke punuar stiliste.
Unë jam mësuese mira, mësuesja kujdestare e kësaj klase. Klasa më mirë në shkollë, por që po më rrin të heshtër sot, sepse janë që klasë 6 e mu, edhe i jep shumë mirë të gjithë, pa preshtë. Që nga klasa 6 ka marrë epiteti për gjithë. Të dukëra, që mirë, rëzëllice, dashurit dhe qanti kam qëtë ka fmi, kanë qujtë edhe 3 leqe, kanë qujtë edhe baklava, por dashurit për ditë kam marrë. Vetëm pozitivitet. Vetëm njerë të vetë me marrë. Asë edhe je prej katëditeve. Një absolute. S'ka marrë negativitet për gjynë. Asë minus për gjynë e se ta. Përveç se, përgatitje mësimore. Nga ka qalim gjatë rogës. Që sot fokusishin pak, por... Bravo! Besoj se keni punuar të gjithë si një skuadër shumë aktive. Erlis, të gjithë kanë ardhur para kamerës, kanë shprehur diçka të tynën dhe dëshirën për të bërë dikushi. Ndoshta duke u nisur nga kjo bazë e mrekullueshme. Natyrisht nga ai fëmijë i vogël për të bërë djemë dhe vajza të rritura kanë kaluar shumë rrugë, shumë ditë të bukura, ditë me sfida, por edhe emra dhe fytyra mësuesish që kanë qëndruar pranë jush, apo jo? Besoj se e gjitha kjo është një përbledhje jashtëzakonisht e bukur. Ju kujtohet dita e parë e ardhjes në këtë shkollë? Po. Mësueset. O Endi dëshiron të thojë diçka. Ishte një ditë shumë emocionuese për ne, të gjithë kishim emocionet tona, sepse ishte një fillim i ri, një gjë krejtësisht e re dhe për ne çdo gjë ishte një start i ri për mësime, një shoqëri të re, mësues shumë të mirë që na arritën me... Kush ishte mësuesja ju e parë? Ju keni qenë të gjithë në një klasë apo në klasa të ndryshme? 2 klasa. Mësuesja jote e parë? Arzush Lali, Duli. Po, përshëndetje Zysh Lali. Mësuese Samuela. Mësuese Samuela, përshëndetje. Mësuese Samuela. Zysh Leila Duli. Zysh Leila. Leila Duli. Mësuese Samuela. Mësuese Samuela dhe? Zysh Leila Duli. Unë nëse do të hedhi një pyetje këtu, unë besoj se nuk do të rritë të qetë, po do të debatoni kush e ka pas mësuesen më të mirë, sepse kujtoj fëmijën time, të cilën gjithmonë ziheshim me njëra tjetrën për të shpalosur, sepse mësuesi është shumë i dashur, apo jo? Çfarë mendoni se keni fituar nga gjithë ky rrugtim në shkollën Ismail Qemali? Si fillim, njësi të qysh për fillimit të shkollës, në klasë të parë, gjaja parë the ma e vlefshme është shoqënia që kena kriju me njëri tjetrën, që se besoj që të thyet lehtë. Gjithashtu mbështetja që kena gjetë mësuesat, një staf shumë i mirë i cili për çdo aktivitet ose për çdo problem që kena pas na ka mbështet, pa përfshi mësime se normal është gjë primare, po do kisha veç këto dyja. Si mendoni këtë rrugtim? Cilat kanë qenë gjërat më të bukura që nuk do t'i harroni asnjëherë? Ju keni shumë pjesëmarrje, ja për shembull Reina, Klevi, edhe të tjerët të cilët ende nuk kam shumë informacion, po do t'i thonë, kanë qenë pjesëmarrës në aktivitete të ndryshme. Klevi është presidenti i qeverisë së nxënësve, ti do t'ja lësh kurorën dikujt tjetër. Por ndërkohë Reina pjesëmarrëse në Olimpiada dhe ju të tjerët, do të më tregoni diçka nga gjërat tuaja që janë edhe të aty me ju, edhe si mirënjohje, edhe si flet falënderimi. Po? Momenti më i veçantë ka qenë kur isha tek Bilbilas në klasë 8 kishte ardhur dhe gjithë klasa të përfshi disa mësuese dhe nxënës tjerë për më mbështet. Edhe nuk ish gënjeva, ndava shumë mirë, edhe gjithashtu është... Gjithmonë i pari fleti. Gjithmonë, edhe gjithashtu do veçoja edhe kur isha në Tiranë tek Albania's Got Talent, që ardha në mbështet edhe aty. Do të thoni kam gjithkohë mbrapa edhe si asistent të tanë. Si asistent. Reina? Në shkollë kena
marrë kujtime shumë bukra. Duke fillu që nga fillorja, ato mësimet e para, qeshunat, ata qeshunat edhe kur na vërtit në zysha për më pas vëmendje na çertonin për shembull, ose në pushim të madh që hashin bashkë. Keni ndonjë episod që sa herë kujtoni, jo vetëm qeshni, por e përjetoni shumë bukur. Gjithmonë momente gëzimi ose të qesh me njëri tjetrin janë momentet, mund ta shohim edhe këtu, kur veshim kostume popullore. Është njësi e bukur, pa të njëjtën kohë janë momentet më gazmore që kemi me njëri tjetrin. Edhe nga mosha. Mirë, natyrisht secili prej jush ka ato pika që i shef më të bukura në rrugtimin tuaj. Unë mësova se Erlisi është, po i them, si regjizori juaj. Dhe ju, vitin e kaluar, keni realizuar pikërisht një projekt shumë të bukur, që lidhet me reinterpretimin e filmit, pjesëve të filmit, për nga e kaluara. Besoj se kanë qenë momente të veçanta, edhe gjatë përgatitjes, keni pasur momente të paharrueshme. Po, ishte për shembull. E ftoj Regjin të japi filmimin ndërkohë që ne flasim në studio. Ishte pjesa kur Gjeronim edhe kena kriju ato momente qesharake, mes një tjetrit, ku i treguam në fund të përfundimit të filmit, treguam ato momentet ku harroshim tekstin ose ngatroshim tek një veshje ose kishim vesh diçka mrapsht, janë gjëra nga më të ndryshme. Po si përgatitet? Duke filluar nga tema projektit, që ishte rreth Anton Zakuçajupit, krimtaris. Menduam që gjëja më e parë, ideja e parë ishte interpretimi i filmit. Duke filluar të dyja klasat, kanë bërë një punë shumë të mirë, kisha thënë. Është realizuar në pjesë më të bukura dhe më ka pëlqyer shumë si klasa 9D e ka realizuar, aktrimi ka qenë perfekt, kisha thënë. Ju kujtohet kjo skenë tek Arat? Në ato momente unë kam fut pak shpirtin e konkurimit mes klasave në mënyrë që dalim me një diçka shumë bukur. Kisha një pritshmëri, po ja ka pritshmëri të lartë. Megjithatë, unë s'dija ku i ti vëja çmimin e parë, sepse të dy klasat që unë e dhash dhe holla idenë për temin e projektit në atë vit, unë u befasova nga shpirti i aktorit, jo me kota ajo fjala shkodrane që thot gjithë ne jemi artist. Këtu, do të thënë në këto breza, gjajmë shpirtin artistit. Mira keni trokitur tamam ku duhet tek shpirti tyre. Te Rubin Kastrati, këtë vit, i thash, ku i ka? Shpirti i aktorit. Shpirti, si kam pru sekuencat e tjera, sa bukur ka dalë për ton aktivitetit që ka bërë që nga fillimi i vitit. Ti more pjesë, Rubin, të festat e nënorit që ishin rolin e Ismail Qemalit. Figur historike të pa ju drill qërpikuas, pa bustjesh mënyrë absolut asnjëherë, po tamam figurën, me seriozitetin e më shumë. Aty zbulova tamam, tash. Shko te teatri Migjeni dhe shif edhe konkuro për vazhdimsi, sepse mësuesi thamë përsëri motivon. Të motivon edhe të jep një lloj drejtimit. Unë e ndjeva zënin tënd shumë të bukur dhe të plot. Besoj se nuk e di nëse çdo gjë mund të realizohet, po kjo është një shkëndijë shumë e bukur apo jo? Shiko, jo të gjithë i dinë mënyrë ato talentet ose aftësitë që mund të kenë. Edhe duhet dikush që me avun duke, pra me zbulu, dhe në këtë rast shpirtin e aktorit që ka vuri zyshmira. Në fakt mua nuk më ka marrë mendja, por me ato skeqet që kena realizu pra aktrimin, rolet, unë e zbulova këtë gjë. Kjo është diçka frymëzuese. Faktikisht te klasa tjetër nuk është shfaq këtu, sepse prindët e din, ta kanë realizuar një orë mësimore, gazmore, që në fund dhanë fjalën se do të jena një brez pastaj për çust të dijes tamam aty ku jena, do të mbrojmë figurën ideale të mësuesit. Faktikisht nuk e kena sjell këtu, sepse është incizuar në format e një regjizori 15 vjeçar. Dhe me thanë, ne nuk kena marrë regjizor
Jashtëm, por me atë thjeshtësinë e punës së tij me mikrofonin. Erlisi besoj se është fjalë pak, edhe më por shumë vetën këtu. Po, patjetër, po. Çfarë ke ndier nga realizimet që ke ba Erlis? Nuk më ka marrë mendja se kam e mujt me ja dal kaq shumë me realizimin, por jam ndje shumë i kënaqur me veten. Me çfarë kamere e ke realizuar? Me një telefon. Kishte telefon me një Tripod. Edhe mikrofonat i kishte të vegjël dhe ne vendoste ne. Edhe ajo ideja e titrave më ka ardhur befasi, domethënë. Ja të ndalemi te ky moment, ju lutem regjia na e vendosni me z. Mendo për motrat e tua. Rikthehemi në studio, besoj janë kujtimet të mrekullueshme dhe kjo do mbeten në historinë tuaj, apo jo? Ndërkohë që prirje të veçanta, Reina ka marrë pjesë në Olimpiadën e gjuhës. Kam dalë e parë në shkollë, në vend dytë në rang shkollët dhe e treta në gjithë Shqipërinë në Olimpiadën. Po këtu pas kemi një kampione tjetër, diçka shumë e bukur, bravo. Besoj se kjo arritje ka ndriçuar diçka të madhe tek ty. Që ka të bëjmë me hapa të më pasëm apo edhe me gjana të tjera? Ka një nxitje shumë e madhe kjo marrja pjesë në Olimpiadë, sepse ka një zgjerim i njohurive edhe ka pjesëmarrja në Olimpiadë, por ka përvojë e re për mua. Edhe nuk e di në të ardhmen. Rej, si shikon këto gjanat e bukura që të kanë mbetur? Dallon ndonjë prej tyre? Po, kur kena bërë një ekskursion të së fundmi në Prishtinë, është një ndër kujtimet më të bukura që unë kam marrë mend, edhe që kam jetuar shumë gjatë në zemrën time. Ndërsa Wendy ka zgjedhur nga moria e gjithë këtyre kujtimeve diçka të veçantë. Të gjitha kanë veçantinë e tyre, por aktiviteti përmbyllës si gjuhë shqipe ishte shumë i bukur, kemi pasur shumë emocione dhe unë krijova një esej e cila fliste për mbresat e mia që kam pasur gjatë këtyre viteve. Në fund u emocionova pak, por gjithsesi ishte një emocion shumë. Emocionet janë pjesë e rrugtimit të gjithë secilit, apo jo Bora? Ata fjalët e bukura që kishte shkruar emocionojnë gjithë pjesëmarrësit aty, qoftë prind. Qoftë edhe ne. Po ju keni shkruar dhe një letër për mësuese. Si e shkruat atë? Sepse në një vepër letrare, një nga shkrimtarët tanë të njohur ka thënë që atë letër të gjithë e kanë shkruar me dorën e tyre secili. Dhe secili kanë shkruar nga një fjalë. Kjo edhe në kuptimin figurativ, po gjithsesi ju e keni shkruar atë letër. Bora, një kujtim të bukur prej që nuk do ta harrosh asnjëherë, ndoshta sepse edhe gjatë këtij rrugtimi ato që kanë në klasën e parë nuk janë të gjithë në klasën e 9, dikush edhe ka lëvizur, keni ndonjë kujtim nga ndonjë nxënës që është vendosur, ka shkuar diku, ju ka sjellë ndonjë motiv, ndonjë mesazh, nuk e di, po them unë. Në klasën e 5 ishte viti që klasa jonë ndonë në 2 grupe. Edhe gjithmonë, edhe kur ishte provimi i klasës 5, grupi i parë, unë kam qenë pjesë e grupit parë, priqim gjysore sot vite grupi 2 që më bëha një muhabet bashkë ose me prit deri në kohën që i filla mësimi grupi 2. Emocion gjithmonë e kujtoj atë kohë sepse shoqënia është një ndër gjanat që kam fituar në këtë rrugtim. Edhe besoj që gjithmonë do i marr mend disa momente gazmore me gjithë secilin. Ajo që i bashkon shumë çka në këtë rrugtim është një ndjenjë e fuqishme njerëzore, siç është mirënjohja. Si do ta përcaktonit ju? Mirënjohje. Si e ndjeni?
Mirënjohja është një ndjenjë thellë falënderimi për dike që na më të rritur kryesisht ose dike që na ka udhëheq, na ka drejtuar dhe në këtë rast ndjejmë një falënderim mirënjohje shumë të madhe ndaj mësuesave që na janë përkushtuar shumë ndaj nesh për me na rrit, me na kriju si karakter, me na dhënë një uri të reja. Apo jo. Shumë bukur. Mirë, si shprehje e kësaj që ta Reina, unë kush do ta lexoj letrën e mirënjohjes që ju jeni drejtuar mësueses tuaj? Ha? Shkoj tek. Pas të toj më të shkoj. Secili ndoshta. Lexoj këtë është e gjatë. Po. Mësuese e mira. Shumë pak kohë na kanë mbetur të kalojmë bashkë. Nga fjalët e tua të bukura dhe të ëmbla, dhe nga edukata jote që na kushton çdo ditë, do e kemi të vështirë të largohemi. Çdo ditë ti na jep harmoni, krenohemi me ty. I shumë e çmuar për ne, i dielli jonë e drejtare, i fjala jonë në mendje, je drita e dijes son. Ti çdo herë ke zëvendësuar emrin nën, një copë të zemrës tonë, duke qeshur gjithmonë nga ne. Do ish gjithmonë ajo në të cilën mund të mbështetemi. Dhe kur do të na jepet rasti të të kalojmë, do të na shndrisin sytë dhe do të na rra zemra, pasi do përcillen emocione që kemi kaluar së bashku. Është një fragment i shkurtum, kjo letër, por... Bravo! Janë letra të gjata që mu mi kanë sjellë. Është nga dashuria, respekti që kanë ata për mu, por unë duj me balla një falënderim për prind, për bashkëpunimin që kena pas të fryqe me ta, sepse asnjëherë nuk kam pas një ndalesë, qoftë edhe të vogël, qoftë edhe për moshën e tyne, sepse një ekskursion që bëmë tani në fund, thash si e kanë besimin tonë kaq të plot një moshë 15 vjeçare, në mënyrë absolute asnjë mesazh për tyne s'kam pas, thjesht me vundukje diçka, por falënderimi i veçantë ndaj tyne, edukatës që kanë sjellë tek ta fëmijë, mirëqenien që kanë sjellë, sepse unë gjithmonë kam motivu edhe kam luftu që këto që jenë mirë, domethënë me njëri tjetrin, kam luftu për një mirëqenie sociale mes njëri tjetrit, për dashuri dhe respekt me njëri tjetrin. Pastaj mësimdhënia që kuptohet është procesi kryesor i ynë. Kjo është dashuria që ju keni dhe pasioni me të cilën punoni mësuese Ermira, edhe që përkthehet pikërisht në këto fjalë dhe në këtë rrugtim të këtyre nxënësve të cilët nga kjo shkollë që them hedh ato themele marrin një fluturim tjetër. Ata e thanë në videon e tyre se çfarë dëshirojnë të bëhen dhe unë uroj që këto dëshira të realizohen e mbase edhe ti kalojnë ato pritshmëritë, realitetit t'ia kaloj imagjinatës. Do të dëshiroja sepse ata kanë marrë një edukim të mirë, kanë marrë një garë të bukur me vetvete në radhë të parë dhe atë ndjenjën e fuqishme që është mirënjohja. Unë ju falenderoj shumë për këtë çfarë ju thatë, për këtë çerdhe, këtë folej kaq të bukur dashurie që ju keni ngritur në zemrat tuaja për gjatë gjithë këtij rrugtimi me mirënjohjen, me mësuesit, me drejtuesit e shkollës, me mësuesit e parë dhe ata që ju kanë shoqëruar për gjatë viteve, por dhe me gjërat që mësuesit kanë zbuluar tek ju, me ato pika të bukura takimesh dhe kulmimesh në aktivitete të ndryshme të cilat ju nuk do t'i hapni asnjëherë. Falenderoj. Rrugtime të mbara, hapa të sigurt në ecjen tuaj të mëpasme. Dhe falenderit shumë që shpërndat të tilla mesazhe njerëzore dhe të bukura. Falenderit.